Sezoni turistik 2026 pritet të shoqërohet me kontrolle më të forta nga administrata tatimore, në përpjekje për të formalizuar plotësisht sektorin dhe për të rritur të ardhurat në buxhet. Plani i ri sektorial synon identifikimin e bizneseve me risk të lartë dhe ndjekjen e tyre përmes analizës së të dhënave në kohë reale. Kontrollet do të jenë të targetuara, ndërsa vëmendja kryesore do të jetë te subjektet që raportojnë mospërputhje në xhiro, numër punonjësish apo në aplikimin e TVSH-s. Do të aplikohen kontrolle të targetuara të bazuara në analizën e riskut, kërkohet deklarimi i saktë dhe i plotit të ardhurave nga çdo aktivitet turistik, do të monitorohet deklarimi i punonjësve dhe zbatimi i pagave indikative si element për vlerësimin e riskut tatimor, do të verifikohet zbatimi korrekt i faturimit elektronik për çdo shërbim të ofruar, thuhet në njoftimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Paralelisht, plani parashikon një monitorim të zgjeruar në terren dhe në platformat digjitale, përfshi rezervimet online dhe aktivitetet e raportuara në kohë reale. Sipas dokumentit, do të kryhet verifikime intensive në terren dhe monitorimi i vazhdueshëm i tatimpaguesve gjatë gjithë sezonit turistik. Do të përdoren të dhëna nga platforma si Booking dhe Airbnb për të identifikuar aktivitetet e padeklaruara. Kontrollet janë parashikuar të ndodhin pa paralajmërim për punonjësit dhe deklarimet e tyre. Në këtë mënyrë pritet të merren masa korrigjuese ndaj subjekteve që shfaqin sjellje deviante, thuhet në njoftimin e tatimeve. Nëpërmjet këtij plani, administrata tatimore synon uljen e informalitetit dhe rritjen e përputhshmërisë fiskale, duke e bërë sektorin e turizmit më të qëndrueshëm dhe konkurrues.